أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما افتح علينا فتوح العارفين تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا يا رب العالمين وبعد يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Inderuar i xhamat, na jemi sot në këtë ditë të pasikindijës edhe atë dersi i fundit i namazeve të ikindijës këtë Ramazan. Kurse nesër pasikindije ju duhet ta keni parasysh se ne do të ulemi në këtë vend për t'ju përgjigj pyetjeve të juaja universale. Për nesër keni të drejtë që prej tashit me shkrim me i pregadit pyetjet e juaja edhe me i lanë kursit xhamisë këtu. Pyetje pa kompromise, pyetje të hapuna, kritika, sugjerime, mendime, ku ka qenë e gabuar, ku ka qenë me vend, ku s'ka qenë me vend, ku e kemi bo mirë, ku se kemi bo mirë, e kemi zgjatë, se kemi zgjatë, e kemi ngrejt zonin, se kemi ngrejt zonin, kemi fol shumë, kemi fol pak, të gjitha gjonat, edhe çka mendon ti se në ardhmëri me bo ne ashtë ma mirë sa ate që e kemi bo. Do të thot edhe mendime, jo vetëm pyetje, po unë mendoj se ju këta e banët këtë Ramazan, me pas bo këtë qetrën ka qenë ma mirë. Ta shofmi na, shka është ajo qetra që na ta bojmë ma mirë. Pra islam, na jemi në fejën islame, nuk jemi të cungum, pa tham unë edhe u kri, edhe ti keq ka me thonë. Po kalojmë pra në ajetin 90, në suratun Nahl insha Allahu Ta'ala. Allahu Jalla Jalaluhu thot Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Inderuar i xhamat, këtë ajet pak njerëz musliman në botë nuk e din përmendsh. Edhe ata që din me knu Kur'an, edhe ata që s'din me knu Kur'an, ash kosht që të shkojsh ta falësh xhumon. Edhe secili khatib 90% të xutabave të xhumon, khutbën e vet me këtë mbyllin. Para se ç'dripin për shkall, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha. Po unë nuk e zgjedha këtë ajet me komentues sot pse ai knohet xhumon, po unë e kam rendin e surës sot pra. Kja ajet na qenë ka ajeti numër 90 në suratun Nahl. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nu. Në këtë ajet të nderuar xhamat, të nderuar besimtar, urdhënon për 3 gjana dhe nga 3 gjana tjera ndalon njeriu. Pra janë 3 urdhna edhe 3 ndalime. Me këto do të miremi disa minuta sot inshallah Taala. Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu tha për këtë ajet, a i tha se këtë ajet është ajeti më komplet prej gjithë ajeteve, i cili ajeti përfshin gjanat që urdhnon Zoti edhe gjanat që ndalon Allahu Jalla Jalaluhu. Tha në këtë ajet pra janë në një mënyrë më komplete urdhnat edhe ndalimet e Kurani Kerimit. Ka thonë njëri nga dietarët, ka thonë po ta kish lexu mreti i Romës këtë ajet, ka pas me pranu islamin më njëherë. Po si ka arrit. Allahu Jalla Jalaluhu çka thot pra, po filloj me komentin e ajetit, për kthimin e pastaj komentin me radhë. Inna Allaha ya'muru bil 'adli. Allahu urdhëron për drejtësi. Kështu fillon ajeti. Fjala e dytë, Allahu Jalla Jalaluhu urdhëron për mirësi. Fjala e tretë e ajetit, Allahu urdhëron të afërmve me ju dhon. Kjo janë 3 urdhra të Allahut, 3 ndalimet e Atij. Wa yanha 'anil munkar, ndalon Allahu Jalla Jalaluhu të keqen, vel fahsha, i ndalon poshtërsinat,
wal baghi, edhe ndalon Allahu zullumin. Wal baghi la'allakum tadhakkarun. E pastaj ai thot eventualisht mos për ju ceket në mende se këtu duhet të vini. Kika i nderuar i xhamat përkthimi i ajetit. Kështu e keni të përkthim ku ta gjoni? Në gjuhën shqipe, gjermanët gjuhën gjermane, turqin gjuhën turke, kika përkthim. Pra prej përkthimit ka çdim. Tashti unë me ju, me këtë ajet do të kaloj në komentin e ati, në tefsirin e ajetit. Na qenë ka pra përkthimi diçka, e komenti diçka tjetër. Përkthim është bunor, hala sa si ka dal uji. Kurse koment është ati bunori që mo ka dal uji i bindun se mo kis shterët kur, edhe janis mjeshtri me inu gurt. Janis me e ba bunor ata, janis me e ba pus ata. Inna Allaha ya'muru bil adli. Allahu Jelle Jelalu urdhën për drejtësi. Prej ku fillon ajo? Prej ku fillon ajo? E kemi të lirë xhamatin ndershëm me fillu prej asaj pike që ne zgjedhim me fillu. Jemi të lirë. Drejtësia e të zotit të shtëpijës në familje. Drejtësia, pra i zotit shtëpijës duhet të udhëheq familjen me drejtësi. Po e lanë pra pit voglive, po kalojnë pit mlajve, tani him mes, në ndalë kërkush neve. Drejtësia e pushtetit mbi popullin e sunduar. Drejtësia e drejtorit në fabrikën e vetë. Drejtësia e drejtorit në shkollë. Drejtësia e mësuesit, urdhën Allahu që mësuesit zbaton drejtësien binzënsët. Urdhën Allahu Jelle Jelaluhu që çobanit zbaton drejtësin bidelet. Urdhën Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanu që plaku i katunit zbaton drejtësien bifshatarët e vetë. Urdhën Allahu Jelle Jelaluhu që imami të zbaton drejtësien bi gjematin e vetë. Urdhën Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanu që aji që i runë lopët të zbaton drejtësien bi lopët e veta. Urdhën Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanu që aji që i fshin rrugët të zbaton drejtësien bi fshirjen e rrugëve, e jo para një derës, po para derës qetrit jo. Aji që i fshin rrugët, aji duhet të fshin edhe rrugët e hasmit. Aji që i fshin rrugët, aji duhet të fshin edhe rrugët para derës hasmit, se faktikisht e fshimja rrugës nuk ka të baj me hasmin që ke nderë. Rruga duhet fshin se ati kalojnë dashamirët. Pra, Allahu Jelle Jelaluhu urdhënon për drejtësi, po ai nuk i përfshin këto janë komenti ajetit. Ai hedh shpejt, ai hedh tranzit me fjalët e veta se nuk ka kohë Kurani Kerimi më unal me thonë duhet me pastru lomën, duhet me pastru lomën, duhet me pastru lomën, duhet me pastru lomën. Ai thot, duhet ambienti të jetë i pastër. Ato qerat gjona pastaj, ato shoqata ekologjike të këshire. Ai duhet me qenë, thot kështu, muslimanët duhet me qenë të shëndetshëm. Urdhëni shoqata e medicinës të shofe punë se si duhet me ardhë të shëndeti. Ai thot duhet e jeni të drejtë. Gjikata ban ligjet e veta pastaj, sipas Kurani Kerimit se ato nenizohen edhe alenizohen shumë bukur më vonë. Inna Allaha ya'muru bil adl. Pse pra fjala drejtësi i përfshin gjitha shtigjet edhe gjitha shtekët në këtë botë? Pse duhet t'i përfshin gjitha? Se ka thonë Kurani Kerimi, nuk ka ardhur libër i cili ka ardhur për me mësu imami për mensh, edhe me dali imamit xhamatit me avfal xhamatin, e nat namaz ai me knu Kurani Kerim, kur thot el Fatiha mu çu me shku në shtëpi. Ai serr për këtë. Kjo është një pjesë e këtij libri. Çka ardh pra Kurani Kerimi? Ai ardh me ndërtu popull. Ai ka ardh me ndërtu njerëzin, ka ardh me ndërtu shtetin. Prej ku fillon shteti pra? Një shtet nëse don me met gat, një shtet nëse don me ekzistu me të vërtet, nëse ka mend me ekzistu me të vërtet, nëse është loj, nëse ka është apetit, nëse është demagogji, ai mundet me jetu 10 vet, 15 vet në baza që i ka, pastaj derdhët. Se ka qare pa u derdhë. Nëse është i vumë në bazat e xhelozisë, si sistemi që i kaloi për shembull, ai ka pas obligim me u derdhë. Sistemi komunist, ata se kam derdhur në asti, fare s'ke kontribu për mua e për tije, a edhe 800 vet jeton të. Pse a derdhaj?
A kanë ndedhë rusët po thujnë, sa është e vërtet? Nuk e kanë ndedhë rusët, e kanë ndedhë jugoslavenët, sa është e vërtet? Nuk e kanë ndedhë jugoslavenët. Kush e derdhe ata? Ata e derdhe kalpsit e ti që në tokat edhe në të shtilat e kalpta ka qenë i vumë. E mirë, kur ta vensh një shpi në shtilat mykt ati, a duhet me derdhë dikush a vetë ajo derdhët? Ajo derdhët vetë. Shtila e komunizmit ka qenë gjelozia, edhe gjelozia derdhët. Ka thonë për nga Marion që 1500 vetë, sistemi komunist nuk jeton gatë. Pas ka ditë edhe keta. Edhe kete pas ka ditë a i se do të vena. E cilën jo pra, a ke mundësi, ngregi ishte në përgjigju, cilën jo. E qka ka thonë kalzona pra? A i ka thonë, el hasudu la jesud. E thonë, gjelozi nuk sëndën. Kështu ka thonë, gjelozi, hasedgjia nuk sëndën. E cili shtet jeton pra? Nëse ka ndërmen me të vërtet, me një shtet me qu gat jetën dherin fund, a i duhet me posedu një element i cili zgudzon me mungu as njëherë në atë shtet. Kush është? Drejtësia. Drejtësia. Nëse një shtet ka i popujt e përzim, edhe a i mendon se një rapal duhet të jenë të privilegjuar, e qetra par duhet t'i nështrojnë palës qetër, a i shtet e ka shkurt i ndëruar i gjemot. A i ka shkurt. Po thue ti, o hoxh, mundet me pas shkurt, ama a një 30 vetë peqon. E mirë, kusht ka thonë ti e se 30 vetë janë gjatë? Apo mi gjanë 30 vetë në histori? Me mi radhit. Në histori, prej para Ademit, prej Ademit deri tash, një 30 vetë në histori, apo mi gjanë? Ska, nuk ekzistoj. Pse? Shteti i shtremt, shteti me lajka, ka qenë ma i gjatin këtë botë, shteti i firaunave. 40 shekuj me radhë, 34 dinasti. Dinastia e firaune, 34 familje. 40 shekuj me radhë. E qka ka bo në fund? Më në fund a i ka pik i ndëruar i gjemot. Kara, ashtë derdh, i kanë med vetëm gurë të piramidave. I kanë med vetëm shenjat se kanë qenë njëherë. Mo as qëtërsen nuk ka med. E pse ba i ka i pra? Me të shtremt. Ta është do të kalojmë ati pari. Me të shtremt, jo me të drejt. Shteti islam. Shteti islam. A i deri sa u dheq me të drejt. Me këtë drejt që ashtë Kurani Kerim këtu. A i u dheq i botën 1500 vetë. Prej vitit. Prej vitit 500. Realitet, prej vitit 610. E deri në vitin 1912 të shekullit ton. Me di valuta. Me di pare. Një 1000 vjetë e ka pasem në dirham, qetra 500 vjetë e ka pasem në lirë. Lira e kuqe. Sa ka qenë ajo pare shumë interesante ati shteti e pa devalvushme, e pa cenushme nga valutat e huja? Shteti ka humb, sistemi ka vdek, a i shtet mo nuk ash, ka vdek. Mos thujti Turqia ash, unë po flasi për Turqia e cila nuk ash. Shteti ka humb, sistemi ka vdek, saltanati ka shku. Ato kejt kanë vdek, veç parja ati në gushën e gruës tonë edhe temës ka met, hala po blet. Se hertë zishnu se anë gjak para të ative me i gjetë ku janë, e me i varë në qafë se darës mas pubot pa para të shtetit tanë. Ati shtetit të madhruar tonit, asaj shtatë madhrijës tënde, që emni ka vdek, pro parja po rinë qafën e qikave dhe të grave dhe të nuseve. 5 lira, 2 lira e gjimës, 1 lirë, gjimës lire, qerek lire, e ma pak se qerek lire e ka pas emnin mangër, është balë për balë me denin e sotëm i cili lind, përëndon, fluturon, bentok, ngrijet prap, se që ka maro tibe në disha, me 25 0, 30 0, 40 0, të një këshin dalë 0 për maton letrës nuk po i zen, hek një 19 0, nisne me 10 0, kështu përsa ko për 8 vjetë, për 9 vjetë, edhe prap të knaqëm, 1000 vjetë dirhemi, një valut e pacenushme, 500 vetë lira, shtet. E pse ki shteta unë hesh pra që ka shgat? Pse s'ka devalvu ki nuk ka devalvu, se në 7 madhrien e ushtrijës Osmane, e cila ushtri po sulmot nga sej cila goj, dite, more vas, ledzove, qka kanë thonë masakrusit, aja është e vërtet se i kështë në shkrujt filoni, mas janë histori duhet me mësu, në 7 madhrien,
e armatës Osmane, një ushtari ative me një rast mori një moll. E mori një moll me një vitu e qu vada e mullinit, e nxerri mollën të haje, a ju gjiku me 1 vjet burg në ligjin ushtarak të shtatë madhrijës, 1 vjet burg, se gjikatësi i tha, pse e more këta, gjikatësi ushtarak, tha pse e more këtë mollën, tha e mora se isha unë. Tha ti a ke shtet ku ke me li producion tone, tha po, pse e more mollën, ushtari e ndroj, tha, ashe shkruar në misteri, ushtari e ndroj, tha, unë e mora, tha se uji i shkon të e qute poshtë. I tha ati gjikatësi, atë tha ti e dikush se mos e leket mollë me shku të poshtë? A ishe i komanduar prej komandantit tanë që i ketë mollë me nalë me shku të poshtë, tha jo, e pse e nalë, tha ti? Pse se lave me shku të poshtë? Ashtë gjiku 1 vjet me fund, mori fund gjigji, më fjale e fundit i gjikatësit ishte, ti ke hangër haram, ti e ke marrë të hujen, ajo molla s'ka jotja. Në të shahën shka të dojnë, njeni fletë Sultan Hamidi, a i Sultan Hamidi dit, qëtëri shanë këton shka të dojnë, qka mos, e para te unë e pyta njonin pra, o ti, a ban me të pyt një shka, më lejo, unë nuk po të pis me dhunë, po të pis me vullnet. Ti që po shanë Sultani ki, a i Sultan Hamidi i pari i diti, po të pis administrata e Sultan Hamidit, sa dokumente i ka kejt në arhiv sot. Apo këta kërkur se di, qështu? Kolaj, e di pse të njerëzit këta kërkur se di? Pse a i se di, kërkur se di. Se di une, tash edhe ju mos se dini. Jo, atë që se di une ashe mundu një me dit. Administrata e shtetit të Sultan Hamidit në arhive në Turqijës i ka gjithsejt 53 milion dokumente. I ka gjithsejt 53 milion dokumente. Magistrave edhe doktorave deri tash ju ka leju që të hinë në arhivin e Turqijës, të studiojnë edhe të marrin shënimet vetëm 3% të dokumenteve të administratës Sultan Hamidit. Vetëm 3%. Prej 53 milion dokumenteve. Këto janë 1 milion e gjimës dokumente. Këto janë 1.650.000 dokumente kejtë. Qka janë pa deri tash, kurse 51 milion e gjimës dokumente kanë met pa halat deri sot. Deri në këtë datë sot. Se ka dokumentet në nëshkruara, ki dokument lejohet me pa në vitin 2015. Ashtë në nëshkrumës, ti se në shafa ta faktikisht, nuk lejohet me hi. Dokumenti qëtër lejohet me u pa në vitin 3000, se në shafa ta. Pra 51 milion e gjimës dokumente kanë met pa pa. O i dashur, e qka din pra për Sultan Hamidin ti? Unë e kokën. Unë se ajo ishte qëtër sen. Pra e din shka din. Ajo qka din ti sa shë e vërtet është ajo qka se din ti. E vërtet është ajo qka se din ti. Pse ka egzistu që ka shgat pra, me drejtësi ka egzistu. Se i cili shtetit cili donë me udheq edhe me mbet, anë gjak, kusht është drejtësia me sundu. Ska shtet im jetë gjatë pa drejtësi. Allahu ka thonë, inna Allahe ya'muru bil adl. Allahu urdhën për mirë. E lanë punën e shtetit, po im familje të krarë. Në familje, nëse kanë 5 vllazën, 6 vllazën, 4 vllazën, një vlla hajhajnë mrena. E sel do ma qëllëkin me hile. Qaj e shpia e ka gatë, që shtetin s'pëdoj me folë për ta. Qaj e shpia e ka gatë, qaj e familje. Ajo familje nuk e ka gatë. Di punojnë, njoni lunë karta. Kjo a shkon deri me një vend dikun? Di bind hola, njoni lunë sheshbesh. A shkon kjo familje gatë? Kjo a rritët? Kjo nuk rritët. Njeni e bjen rogën, qetri e lunë komare. A rritët kjo familje? Kjo nuk rritët. Kjo nuk rritët. Kjo është si familja e barimongës. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim një sure, ka im një surja e barimongës. Ka thonë, inna auhana l'bujuti la bejtu l'ankabut. Ka thonë, shtëpi me dobet që ka pa bota prej shtëpive, a shtëpia e barimongës. Ska shtëpi me revesh, sa në shefurt. Hin një fmi në artë a i vanë qoshin a shket me marimonga. Edhe shtëpit e grave të papun, edhe ato qoshet i kanë ket me marimonga. Hin një fmi a gje, me një shkop prej nalë deri poshtë e prish një qitet 50 milion banor. Më njëherë. Marimongë. Pse e ceka këtë? E ceka këta për shembull. E kanë hollu penin e marimongës, e kanë të mfalni, e kanë hollu penin e qelikit sa penin marimongës.
Në ka dalë peni marimongës 4 herë më i fortë se peni qelikut në atë holsi. Për atë Allahu nuk tha s'ka temë atë lisht, po tha s'ka shtëpi më atë lisht se shtëpia e marimongës. Qenini e 500 vite me radhë. Nuk ka thonë s'ka temë më i lisht se peni marimongës, po ka thonë s'ka shtëpi më e lisht se shtëpia e marimongës, se ka temë atë lisht. Peni i qelikut, holloje sa peni marimongës është 4 herë më i lisht se peni marimongës. E pse pra i tha s'ka shtëpi tash? Për penin e murën vesh. Pse ka thonë s'ka shtëpi? Se në jetën e marimongës, biologët dhe të na falin prapse. Kjo është unë pos njëvej Kurani Kerim. Në penin, në shtëpinë e marimongës ndodhin disa gjana të papame për njerëzit, të studiuara mirë. Marimonga femën edhe moshkëll, kur e krinë atë femrezhe, a ju kejtë e dini pse e marojnë ato ata? Ato e marojnë ata me gjujtë. Me i zonë mizat, me i zonë grenzat, me i zonë marimonga qera, me i zonë anmiqet. Ajo nga trodhën të aven marimonga, e kanë stilin kështu. E thurin mirë me një skaj, e marimonga e lën një pe për veti, varët nalë ta gjë. Varët nalë me një pe. Edhe preja gjesh i qënë shka pëndodhë. Kur të sëllvo e miza prej larë, klivët në mrejën e asaj këtu, ajo për atë penin një shodve në ha. Mirë në regull kanë, kjo s'ka në shpjalisht, kjo kanë mjeshtri e madhe, shumë me madhe se sa e dim na, po se kemi këtu fjallën. Kur ta krynë atë, femëna dhe mashkulli, pastaj femëna banë vezë, e masit i bojë vezët, në numër të malë të vezëve këta e ati hanë, dvojëve veta që i do në mushtu, pra kjo shpi nuk shtot. Masit ta krynë edhe këtë proces, ajo femëna e hanë mashkullin, burrin e vetë e ha. Qka ta merë menja ti, masi ta ndërtojsh një shtëpi, e ti bani me shoqen 5 fmi, 6 fmi, e më uqu gruja me ti hangër cult. E masi ti haje cult të në me të hangër e o tije. Kështu ashtë të marimongat. Jeta e marimongave është kësisoj, pra. Kjo shtëpi, ana qenë ka shtëpi e lisht, e dobet a shtëpi e fort. Kjo është shtëpi e dobet. Pse këtu nuk punohet me drejtësi? Tha Allahu Gjelle Gjelalu, pra, nëse nuk punohet me një familje me drejtësi, ajo familje pik poshtë, pra, ajo e ka jetën shkurt. Për atë Allahu thot, inna Allaha ya'muru bil adli, Allahu urdhnon për të drejtën, për drejtësi. Kush ka qerdhe të dallandisheve në pragun e vet, ai shumë mirë ka mundësi me ndjek drejtësinë e Allahu Gjelle Gjelalu, se si ato shkas janë njerëz veprojnë. Atje në historinë e ative, nuk ka ndodh asnjëherë që dallandishja t'ju sjell një mizë, se ato me mizë e kanë. Del dallandishja në ajër, e kap mizën e ven. Ato s'vinë me marr bukë të sofra si maca. O del lare e kap mizën, e kap me njerë, ative së një ikin mizat fare, me u trenu së një ik asaj. E kap mizën në ajër drejt dallandishës vogël, ngoj, për zdit. A ka ndodhë që prapë qasaj të parës? Kur s'ka ndodhë në histori, as njëherë. Për zdit asaj që s'ka hongër, për stret asaj tretës, për skatrit katrës, e me u trenua jo e para pa u kritut katrat apo të pestat, s'ka me hongër për zdit mo. Qka Allahu urdhënën për drejtësi. E drejtësi në Allahu Gjelle Gjelaluhu, më varët kush e kap pra. Nëse e kapin njerëzët, ato do t'jenë më të lumë të rritë. E kanë kap ato qerët, zatën, ato janë të lumë tërë. Në qerdhin e dallandishave s'ka fesad. Agje nuk ka që regullime, agje është hare, agje është lumëturi. Kush e la drejtësira Allahut? E lan ato që po vujnë, pse e lan? E lan njerëzit. Pse e lan? Gjetën qeter. O e kompenzuan me qeter, me kënd. E kompenzuan me drejtësien ramake, për shembull. Na kemi gjikacat, e popullit gjikacat e viseve tona këtu, për të bo gjikates, për të kri fakultetin juridik, e studiojnë drejtën romake. E ta shë e studiojnë drejtën romake, në regull. Ti kur shkësh me u gjikosh me drejtën romake, ti je musliman, ke harru se ti, në vend të ati gjigjit e ke gjigjin tanë shumë interesant, për të cili gjigji ka thonë Allahu në Kurani Kerim. Wa idha hakamtum bejnë në nasi, në të hkumu bil adl, kur gjikoni me njerëzit, gjikoni drejt. O ju gjikatsa, Allahu në Kurani Kerim ka thonë, kur gjikoni drejt. E para pike cila, nuk ekziston fare në gjikatën islame cilash, nuk ekziston korupcioni. S'ka korupcion. Me gjiku njonin, të në njoni me dhonë pare me gjiku edhe ma thellë, qetri me dhonë pare me nëzirë, kejt prej gjigjit mos mu gjiku fare. Që që ku njoni ja pare me u gjiku ma thellë, qetri ja pare mos mu gjiku fare.
Qaj gjikaci unë më kanë të kem të di? Qaj që shenin vetën në karikën e gjikimit? Gjikon Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu në Medine, gjikatës absolut i shtetit islam, gjikon vetaj, edhe aj gjikon me një ven jo në regull, e ngren gishti një grua në gjamie dhe thot, ja Omar, gabim! Një grua në gjamie në Medines, thot, ja Omar, ja Amir el Muminin, gabim! Gjikimi. Tha pse, i lexoja gruaja ajetin e Kuranit, Hazreti Omerit, tha, asabat imraatun wa akhta Omar, tha qëlloj një grua, gaboj Omeri, vetë Hazreti Omeri tha, e qëlloj një grua, gaboj Omeri, se gruaja i tha, lau khasamtuka bi kitabillahi ghalabtuk, tha me polemizu me Kurani Kerim, tha ta muj, tha gaboj Omeri, e qëlloj një grua, gjikat, Allahu Gjelle Gjelaluhu urdhën për të drejtën, edhe ai faktikisht qëtër nuk e dën. Unë gjemoti ndershëm, me të vërtet në emrin e Allahut, i posedoj mundësit që këtë ajet, që këtë fjallën e parë këti ajeti, ta mbajmë një Ramazan na. Mos dalim prej një Ramazanit rreth kësaj. E shka është Islami që tërsen për verse drejtësi? Po hecmi të poshtë pra. Thënë pjesa, fjalla e ditë e këti ajeti që Allah urdhën, fa wal ihsan, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allahu urdhën, tham, në përkthim çka tham? Për mirësi. Mas drejtësijës në Islam, mas drejtësijës, shteket qera, kush i mbusha thu? Normal, e vum drejtësien pra, në shtet, në gjikat, në familje, në fabrik, në shkollë, e vum drejtësien. Kjo xhamati ndershëm si pas Islamit nuk i ka kri krejt punët. Ne vum drejtësien, mësusi, e vuni drejtësien klasë me mëzonësat, s'ka problem. Po nuk e ka kjo kuptimin që mësusi ashe obligum, kejt mëzonësat ti kënë këpucët e njajta. Kjo sa obligimi mësusit. Mësusi e ka vu drejtësien se i noton barabar si pas meritave. Këtu e ka vuaj drejtësien, në regull. Po e ka aj obligim, kejt teshat e bajramit mëzonësat e ati mi pas të njajta. Kjo sa shë e ati, kjo e kujna aprak, kalojnë fazën e dit. Fa Allahu Gjelle Gjelaluhu wal ihsan, Allahu pasi që urdhën për drejtësien, urdhën për mirësi, ngrene gishtin, o pasanik të muslimanve ka jenin but. Qitë në mirësien e pasunive të juve në Megdan, se na po kemi dëshirë që si pas juve, nëse ju do një pasanikët, a do të varfët i të i këven nesër, mas nesër, këpuc, fmite ative, si këtive, si fmite të pasurve. Sa Allahu urdhën për bëmirësi. Allahu urdhën për urdhën, jo me dëshirë, urdhën për bëmirësien. Drejtësia o e krim. Tash bëmirësia e ka rendin. Bëjnë mirë të pasurit, knaqën të varfurit. Bëjnë mirë të pasur, haren, fitojnë haren edhe knarësit, jetojnë në knarësit e kopshteve të kësaj bote ato që i s'kan në përmet dorës ative që i kanë, se Allahu urdhën për bëmirësi. Allahu ndalon prej kooperacijës, ndalon kooperacien. Digjana shumë bukra në Kurani Kerim. Një drejtësi, qetra, bëmirësi, mutlak të spedim shka ka met motash për me u bo shoqëria e mirë. Islami ndërton popuj, ndërton popullaj. Shka ka met edhe pak? Tha wa i ta idhil kurba. Masi që e pa më bëmirësia shka është në përmjet pytjes Gjibrili që ja bani Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, tha ja Rasulallah, ja Muhammed, mal ihsanu, tha qka është e mira në këtë botë, bëmirësi qka është? Tha në ta abud Allah, ka në ka të ra, tha me i ba Allahu t'i badet së kur e sheh, fa in lem të kun të rahu, fa in nëhu jarak, si më stashif është ti, a i të sheh. Si më stashif është ti se se kin zirë zeqatin me dhonë, a i të ka pasë se kin zirë, kjo është bëll, ma shumë të menqërit si duhet. Si më stashif është ti se ke la komën mirë të mor abdes, a i të pasë se lave komën mirë të mor abdes. Pra a i të pa, tha me i ba Allahu t'i badet së kur të shef. Së kur e shef, tha nëse ti nuk e shef, a i të shef. Nëse fukaras, kujshies, parit tanë, ata afërmit tanë, nuk e ke ndihmu në këtë Ramazan, edhe së të kemi pa nëse se ke ndihmu, Allahu të pasë se ke ndihmu.
A u amuru bil ihsan, Allahu urdhon për bamirësi, që t'jemi bamirësa. Nëse na menduam se çështu kalohet pra, vllazërit ton vujnë edhe vritën, plagosën, cakrohen, masakrohen, repën, fëmijë, gra, burra, pleç, të ri, foshnje, pa lind. Edhe ti mendon se ajo nuk po doket këtu edhe unë të fletash se s'ka problem. Allahu Gjelle Gjelaluhu e pa se na fletëm. A i na pa se na fletëm. Urdhën për bamirësi. Po shka me bëha për fatë që shumë njerëz e kanë kuptu bamirësien me i dhanë fukaras të dera gjamiës. Shka me bëha që shumë njerëz e kanë kuptu bamirësien me nëzirë 1 miliard me adhon ati në rrugë. Kjo është grada me ullët. Kjo s'ka ma pak se kjo. 1 miliard fukaras në dorë, është grada me ullët, s'ka ma pak. Po ma shumë, sa ma shumë problem, aq më bamirës. Sa ma shumë je, pikpytje, ku je, pikpytje, ku je, pikpytje. I dashur, o i nderuar, o i respektuar, Islami ndërton popuj. Ai me këta ajete ka ardhur me ndërtu popullin e vet, me ndërtu antarët e fesë vet. Ato vetëm kështu ndërtohen. Punojnë me të drejtë, edhe janë bamirës, i mbushin zbrasësinat, nuk lanë në mesin e vet me vujt. Tash ti po na shasin disa njerëz dardha neve. Muslimanëve kanë fjalë, jo mua. Neve muslimanëve. Interesant, po na shasin dardhat e tona. Po vjen po i vell ndardh natën, në pazar po i shat të dera. E unë tash po dal po i blej dardhat e mia. Sa që sharake është kjo kur deltin pazare blej lopën tonë të velme. Edhe se njef, kur ta bish të shpia në borë henez, kur të qorë në një janë kompë, kjo lopa jonë. Të darda tonët. Dhe për njëf i kam në një shanë, kur dalin i shoni të amën, delja jonë. Po në thojnë jahudit, dvetin shumë për një mojshin. Ato dvetit për jipshin, 3 herë me ra, e për në gjallëshin kompë. Tonë 3 herë kur s'pun gjallë ka i me dalë dhe një fe, për likvidojshin. O i nderuar i gjemot, kjo s'ka as një bazë me të vërtetën. Kjo s'ka të përbashket me të vërtetën kur gjo. Ki njeri jonë, vjen ngon 60 vetë dërës në gjami, edhe se din bëmirësien e sistemin bëmirës të islamit, me një fjallën so ka kja u di 3 herë për një mojshin vetin, ishte popull, ato ishin shumë të organizumë me zveti. Ato për një mojshin 3 herë, apo? Sa shë vërtet? Ato as një herë si një mojt. Apo do me ditë vërtetën e ative? Një musliman në Palestin shkoj të Jaudia e alipi një vohe, se më ka arë një misafir, e pas ta e murë vohën mas disa ditëve, i vojnë ti pula muslimonit, ja qoj vohën, si amori Jaudia. Mës jetu bo men helbet me thonë, sa i miri, si amori se jam moti, tha voja jeme me aron kesh ka të dhash. Sa konë që ka është ta? 7 gram e gjimës po të vjen voja, 9 gram voja jeme. Halata e dhonë qafiri e kishte mot. A ban ti këta po të pys? Ti këta e ban? Po gratë e tona, shiqiru banëm na pak pasanik, po jemi të shku ka fukarallëk ja qëzli, që njerëzit e tonë s'janë të pasë sa shpejt janë të shku ka varfëria. Ato janë mjellë në varfëri. Popullon ka hin kazanin e varfërijës. A shkallë zarmi për me vlu varfërijën me dalë me gdanë. Ama i sa është të morë vesh popullon hala. A i hala sa të kuptu se duhet mës me bëhë darsëm për me bëhë darsëm. A i sa të e kuptu këto këtë djune. Këtë djune pësa i s'po kupton. Kjo është val, a mos është obligimi jemi a thuj që popullis po kuptona. Se di këta. Veç për di se a i po duhet mës me bëhë darsëm për me bëhë darsëm. Veç këtë, që ka që kam mujt me arrit. Halë jama që ka që unë s'muj me dit ma shumë. Veç po e di që s'po kupton. Se ka hinë varfëri. Nonat e tona e di unë kër isha ma i ri. Hajshmi milë kalamuqit në atëhere e vike gruja këshjes me lip një tepsi milë. Ato ja mushin tepsin e milit e rafsheshin me oklogi. Po kanë pas një kultur edhe një grusht milë mund mi dise qitshin. Kështu ka qenë, nëse jam gabim kalzoni.
e që një grusht mill mund midis. Shka kanë pas ato nona thau me këtë grushtin e millit? Ma shumë për du me dhonë se sa po më lip. Po këtë grushtin e millit se kërkoj piti me ma këthi. Piti e si të ma këthejsh rafsh me uklugin e ke bon bol. A pi muë e ke një grusht tepër. Këto jemi na pra. Ato i motin vot ato. 7 gram e gjim, 7 ma këtheve. 9 gram ke ajo që ka ta dhashune. A i pa me jau dit kush janë? A i pa? E nëse këndi se ato e rimojnë vetin, a mos këniti e elbet që islami nuk e posedon në sistemin e vetë ndimën e qetërit ka thonë. U ati dhil kurba haqqahu, jep ati që meriton të afërmit hakun e vetë. O zot, kur? Hajde, shko pyti jaudin Telmud. Pytim të vratin i cili Telmud e kajnë në bashkorisht. Pyti ative, kur ja vip një hakin varfër e juv? Kur? A di kur ja japin ato? Kur t'ju të poje kamata? E kur na pra ja vjapim? Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, jau me hasadihi, jep jav hakin të varfërve tu, ditën e të korave. Oj dashur, ditën e të korave, mësov me dalu sistemin tanë prej sistemeve qera. A ditë shka ta korësh grunin, ato thas që i ke 100 thas, nëse e ke pas grunin të vaditëm, me sistem nëse e ke pas të vaditëm grunin tanë. 5 thas janë të fukarave, oj dashur. Nëse e ke pas grunin jashta sistemit ku zvaditët, arrit me shi, 10 thas gruni janë të hujt. Si janë tut, se për 5 me sistem ke dhonë pare që tërkuj, nëse e ke pas sistema e shbo ma pa mund, 10 thas janë që tërkuj. Qoj ato, ama kur, ditën e të korave, pa ishtin hamar, pse po i qënë hamar malin e huj? Pse po i qënë të hamar e ate që i faktikisht sa shë jotja? Sa shë jotja, 5 thas nuk janë tut, ku pi qënë? Ato shprazim me thas në për i traktorin midis katunit, thuj hoxhestan, ti shkam shpraz, pas të ura shkat dush ban, tashën teme, tashën e uj se qoj të shpia. A është ki sistemi i jahudve, ato a kështu e kana? A më një herë shkatnim televizor në u bomë për jetë, e jo një u harru, e jo një a shumë me modhe. A danë me bo një pytje, cili jahudi e shprazin midisin e Tel Avivit 700 ton mal javdha jahudive. A ka një pytje në vot, jo në gjami? Në vot dikush që ngrengishtit dhët filan jahudia e boni këta. Abdurrahman ibn Aufi shkoj me 700 deve, ka 1 ton shpin devës ngarkohet me 700 ton pasuni jarë në sham prej Medinës. Me 700 ton pasuni, trektar. Kështë e trektar plastike aj. Kështë e trektar ulaj, 300 kg ule në Stamol me i pruvë të me qudit dunjon. 300 kg ule, 700 mark rishvet. Për me dogana me dalë 200 mark. 500 a gje, 300 kalë, 700 a gje, hakareti në marum kejta hajtë. 700 ton deve, një rast, vetëm një rast për rasteve. Erë në Siri shiti ato, mali vetë. E mushi për 6 muj karavanin e vetë, deveve që shiti edhe bleu për me shiti në Medine pratë, 700 ton deve, 700 deve malë. Për 6 muj deri sa u këthi, Medine, njerëzit Medine i kishkap të thati. Ato kishin ngel për një cop të bukës, për një kore bukës edhe për një maje hurme. Arritin Medine e gjetë popullin e vetë të vujtë. A i urdhënoj më njëhera i muslimoni. Tha, në të zbrazën devet në qendrën e Medinës. Kështu tha. Le të zbrazën devet e Abdurrahmanit në qendrën e Medinës. Edhe muslimanët tha, në të marrin si pas nevojës, edhe shkojnë në shtëpinë e vetë. A i nuk foli gjo mo. Po këta që e ceka, e boni dikush? Jo e banin muslimanët. Ato vizionarët e mëdha e banin që natë jemi muslimanë sot. Për këta, vizion ishte ajo, jo bëmirësi edhe u kri, po bëmirësi vizionale. Në regull i ndaruar i gjemot, në regull. Gjithë shka është në regull. Po unë po që ditëm me qëto shëqatat humanitare, unë po që ditëm me qëto shëqatat fetare, unë po që ditëm me qëto partit politikane, që se cëllën të mirë që ta bojnë, sa do me qene vogël, po duhet me dalë poplit me i kalzuse, na i kemi qut dithas mila gjete a i fukaraja, edhe 4 thase gjimës mil me gjithë dithas makarona, edhe 1 metre gjimës që fini kemi në magaze mi qu nesër. Abdurrahmani 700 deve i shprazin Medine, e shkrujtë në gjerë në histori se kjo ndodhi, pa i futi kri në shpjen e vetë. Po pse marë të dashur na me dhonë logari për shdojnë nësin para poplit? Shka është ki popull mo?
Çka e gjet ki popull që gjithmonë kur ta japë një 50 mark me çu me një vend ngat mas me bicikl me pa ku beçon. Unë e di që pak e kere renin me thonë, pa i s'po shkon ku beçoj për qatë. E pas s'po shkon ku beçon, dil largoja atë njerin pra që i s'peçon ku beçon. Dil largoja atë njerin, thuj mara gjallë, ti mos për mdu është me pisotët e knena. Pisotët e kne bol mo, Allah i dhasht bereqet. Një hoqë joni e ngrejt i krije një arë me një kohë, me një spjegu, me një gjami. E kish pa njoni ati se sa të përkëthi mirë, me përkëthi jo me spjegu, me përkëthi. E kish pa njoni që sa të përkëthi mirë, afro tha i tha, o Gjafeti tha, atë përkëthaj unë e pak se ti u lodhe. Pa i nuk i tha ti s'po di. Atë përkëthaj tha unë tha se ti u lodhe. Tha. Po anë po thuj ati, a ban ti pusho pak se je lodhe. Ajo në të bëhë qashtu, a kjo qetra në të vazhdoje, bëmirësia në të vazhdoje, njerëzit të ambuloj njëri qetrin, se populli jonë ka ranë hendekun e varfërijës. Populli jonë ashtu hi edhe ma thellë në hendekin e varfërijës. Pak pipa punës, pak që s'ka mundësi me punu, pak që qerat i kanë vu qizmën qaf, i kanë vu zullumin qert, do të shëndrojnë popullin tonë në një popull, i cili popull mas pak viteve nëse shkon kështu, nuk do të gjenë buk të elbit me ngronë. Populli jonë halash kam të veta, a i nuk do të gjenë mas pak viteve buk të elbit, nëse kështu vazhdojnë punët, nëse me këtë intenzivitet të gjumit vazhdojnë punët, nuk do të ketë as buk misri me ngronë. Populli jonë do të vjenë, po javë thamë o gjemot, po javë thamë edhe me krenari po javë thamë, mbi popullin tonë nuk ashtu ushtru represioni politik, mbi popullin tonë ashtë represioni politik prezent, po ashtë qëllimi që neve nesër në izgatin të njirin me 15 gram sup me në thonë të goja nëse thu Isus Kristusi ashtë a i qka ashtë për ata ta japë mi këta me pi a gjedët dilet me neve e ju politikanët e besut mirë se besut mirë unë e di që zati ju e keni vendos momentalisht mos me besu se ju besoni veç kur ta shifni shka pëndodh eventualisht potut në mos pe dini këta as për i kalzoni poplit edhe matë zidët jeni faqët e historisë në almëri mbi popullin ton janë të ushtru masat të krishterizimit të rrezikshme edhe të jashtëzakonshme popullin ton do dojnë me shëndru në Kalkut qytetet e tona do t'i bojnë Kalkut lezova në gazetës inspektori i verifikuzve po hec me kërë për para kolonës ushtrijës Jugoslavene a i po gjun po vrat njerës prej kamionit kështu për ndodhë pra kështu për ndodhë pra o i dashur kja është mision shka për ndodhë pra qenisit bëmirësien tanë dhe nivellin e bëmirësijës tanë dhe ngritin këtë mujtash këto janë ditat e fundit jo ditat e fundit këto janë sahatët momentet e fundit të Ramazanit momentet e fundit kur prej ti e pranohet ngrit e nivellin e bëmirësijës jepi pare jepi të holla jepi mundësit bashkësisë islame nëse ke e ti zgudzon me pas problem me bashkësinë islame kur si musliman se unë jam hoxh unë zgudzoj me pas problem me bashkësinë islame pa marë parasysh qishëm kanë kuptu mu njerëzit që janë mrenda në bashkësinë islame se aja është vërtetu se ato së kanë kuptu si individ po flas ajo me 1000 argumente është vërtetu se ato së kanë kuptu mu si mëllaja kup po thomë së kanë kuptu si hoxhi xhamis Bedrin Slupçan së kanë kuptu ato e kanë vërtetu me vepër se së kanë kuptu po që së kanë kuptu ato për me avbat gjemotit pa kuptushme e kanë shpallë me dhe e kupin hoxh anti-bashkësisë islame ki ka kundër bashkësisë islame ki duhet me urrëmi me kejt elementet edhe me u burgos si pas fletës që u dërgu flet arrestimit me 13 qershor të vitit 1995 se ki duhet burgoset se ki i prish marrëdhëniet ndërnacionale Slupçan është maj rrezikshëm njerin Slupçan ku manov Maqedonin Ballkan edhe maqedonisht e shkrume po na tamo çka i ven kjo kipën e disha edhe po në atamo po unë që jam kalavash me men zgudzon ti edhe muë me në ndodh që me qenë kundër bashkësisë islame zgudzon me të ndodh se bashkësia islame është shtëpia e muslimanve e shenjt
Po unë kam, nëse kam problem, ose ti me një njeri në bashkësinë islame që sa në regull, po kjo është punë e mirë. Nëse sa është në regull, është punë e mirë. Nëse vërtetohet se është në regull. E personat pra nuk janë bashkësia islame, mund me qenë përfaqësues bashkësisë islame, ato nuk janë. Nëse shtiren, runa zot, nëse ato shtiren se na jemi bashkësia islame, atëherë janë kërkushi mo. Bashkësia islame kush janë? Bashkësia islame janë xhamati. Bashkësia islame është ai që i rudhen tani shet edhe ai në manastira gjithë njerëzit janë bashkësia islame. Ata njerëz thonë po dhe na këta se dima. Jo, ju e dini edhe unë po them. Ju e dini, po kur e dini pse i romani njerëzit pra me lloj shpifje, me lloj argumenti pa lidhje. Se i romani pra? E tash ka puna njëri po çohet po thot, jo, sta jap fitrën, ai çetri, jo, sta jap zeqatën. Jo ta jap, ti duhesh me dhon, ti s'duhesh me dhon, ti duhesh me nimu, ti s'duhesh me nu. A ban me çuaj, s'ban me çuka. A sistemi i Allahu Gjelle Gjelalu prezent e zateti njoni një as numeri një grup njerëz që kishin pas një sahife, një flet po lexojshin në Medinë ka ndodhur. Tha çka po lexoni ju aty? Than ato po lexojmë diçka rreth Beni Israilit, historisë jahudive të kaluar. Ju thanë së numeri ative bejnë dhahranikum kitabullahi lam yashib. Tha, andur të juve keni Kurani Kerimin sa shtëfi hala, po lexoni për Beni Israilin, se kete krita. Tash ti ban me çu, kas ban me çu, atje ban me nimu, këta s'ban me nimu, ata këta duhet me majt, as duhet me majt, këta duhet me majt. E sistemi Allahut, sistemi Allahu Gjelle Gjelle, ati dhil kurba haqqahu, ndihmoj të afërmin tan. E pastaj kanë e konsideron ti të afërmin tan. Ate që e kin fshi edhe ashi joti, ate që e kin fshi edhe sa joti, e pastaj ma larg, tha pejgamberi, ma larg, pastaj dil njëherë për veti, e pastaj dil në gjeti. Po nëse ke bol për veti, zgudzon me lan pa dal në gjeti. Unë tham pra ball hapun tham. Për problemet që po ndodhin jo në Kosovë, fitrat jo atje, unë tham ball hapun. Bashkësinë islame s'duhet me harru kur. Unë tham ball hapun, se kjo është punë e shenjtë kur e tham unë kështu. Bashkësinë islame s'duhet me harru kur. Po unë ball hapun tham. Këto njerëz e majnë bashkësinë islame. Këto njerëz e ndihmojnë vllavin ton atje. Unë edhe këtë tham ball hapun. Këto janë ato që na kanë marrë bashkësinë islame. Edhe unë ball hapun them, këto kur nuk do ta harrojnë bashkësinë islame. Unë them kështu, këto s'do ta harrojnë kur. Po këto problemet që kanë ardhur aktual, ato akute tash janë problem akut. Inshallah janë kronike këto probleme. Inshallah janë akute me të vërtet. Po thojnë njerëzit se do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë inshallah, po na jemi ato pra. Kështu është jonja. Na jemi të kësaj pune, na jemi edhe të asaj pune, se s'ka qerë. O i dashur jam, kupton, nuk ka qerë. Na jemi këto që bashkësinë islame do ta mbajmë. Na jemi këto që do të rrim problemeve përballë. Na jemi në gjitha viset, atje jemi na dhe atje jemi na. Këto janë parimet e mia. Unë mendoj se këto janë parimet e mia të thithuna nga Islami. E masi na jemi atje dhe atje. Pse po bëjmë zhurmë pra? Pse po bëjmë zhurmë? Kosova është na jemi Kosovë, Shqipnia është na jemi Shqipnia, apo do dhe kështu me ta thona? Na jemi. E na jemi pra pranë të varfërit ton. Kështu e. Na jemi pranë të varfërit ton. Çka po duan titujt? Unë jam me dinarin që i kam pranë të varfërit tim. Ku e ka shtëpi nai? Në Podjev, aty jam unë. Ku e ka shtëpi nai? Në Slupçan, aty jam unë. Ku e ka shtëpi nai? Në Rizare, aty jam unë. Ku e ka shtëpi nai? Në Manastir, aty jam unë. Ku e ka shtëpi nai? Në Sarand, aty jam unë. Unë jam, e kam fjallën jam, unë me ndihmën teme, nëse e posedoj, unë mendoj se kja është sistemi Allahu Gjelle Gjelalu, unë mendoj se muslimanët tash janë freskuma me ditë se kjo mëse ka marendin, se jo që e kemi braktis na bashkësinë islame, runa zot që të ndodhë në mendën e një njeri të futët rënimi asaj që e ka një institucion, se ai institucion është gjoja me shenjë që posedojmë na, ai institucion është ai gjoja me bukur që na punojmë për ta dhe punojmë ballën lartë. Kush na kupton mirë, kush s'na kupton neve, na si kemi fajet. Kush s'na i kupton intensat e larta, na si kemi fajet. Se kupton. Edhe njëherë po kthehemi edhe për mbylli. Po them Allahu urdhon për drejtësi, Allahu urdhon për bamirësi. Bamirësia jona është përfshinse, pa harru njënën edhe pa harru tjetrën, veç më varët cili problem. Sot sahati që kaq në datën që kaq ka ardhë maran. Veç ketë unë mendoj se pro populli e ka për qëllim. O Allah i jonë, neve po të lutemi që në ketë pasi që ndijen e fundit të ligjeratave të regullta të muajit Ramazanit,
Na kishe bon Kabul, ja Rabbel Alemin. Unë për ju thras tash juve të gjithve që na ka një fatiha ta knojmë për shahidat, për dëshmorët e tonë, për shahidat e tonë, të ram në ndurë të zullumqarve, prej Adem Jasharit e të poshtë të nishti, edhe nesër e mas nesër e gjithë pargje, prej të pejgamberi kejt shahidave, ka një fatiha me dëshirë, me zemër që Allahut na i ban Kabul, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Unë për lezoj me zanë, ju lezoni mas muë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inderuar i xhamat, na po fitojmë inshallah këtu në dunjë, na po fitojmë edhe në ahiret, mos harroni se në Islam fëmijët e vogli kur të vdesin, kur i çojmë na fëmijët e vogli kur ja falmi xhenazën, ka dallim duan që ja bëjmë ative edhe duan kur ja bëjmë të voglive, këtive të mlojve. Për shembull, ka dek një burr apo një grua, namazin e xhenazës falet kështu: Subhanakallahumma, tekbiri tjetër, salavat, tekbiri tjetër, duaja. Në çiket dua, mbrenda tekbirit fundit kanë dallim duajat na imam kur i bojnë ama xhamati se din. I bojmë dua tjetër të madhit, tjetër dua fëmijët. E çka, hajde kallzona pra. Të mdhëjve i bojmë dua që Zoti t'ja ban vorrin xhan, duaja në kështu mrena, t'ja ban vorrin xhan, t'ja fal gjunohat, ta lan prej gjunohave siç ka lan me ujë bore tash bardh. Kështu thëmë, kështu është ndoa, pejgamberi e ka bo. Laja gjunohat këti, sikur që ka lahat të teshe e bardh me ujë bore. Dhe me thonë, qëtë ditën e kiametit të freskët. Edhe, inshallah, është i Zotin xhenet, qështu. A për cull, e kemi doa në qëtër ndrishe e bojmë. Teksti i cullve a kështu, s'pa e cek i kejtë. Thot, o Zot, nuk thojmë shtin e këta në xhenet. Thojmë shtin në xhenet për shkak këti. Kështu thë, Allahumme gja'al, tekst janë kështu arabisht, Allahumme gja'alhu lana farata. O Zot, bane këta prijes, kur dalmi prej vorrit, prijes të ka u dhe xheneti që na të him mas këti. Kështu bojmë doa për fëmijët kur desin. E neve leqi po na desin fëmijë shti. Po na masakrohen fëmijë, po na bëhen ato çka është mazi nga durët e huja. E o Zot pra, pasi që on burr se në arrita ata derisolte, ti bana pra për hir të ative Kabul Ramazanin, bana për hir të ative Kabul namazin, banaj për hir të ative Kabul sejdët tona që i kemi bo, banaj për hir të ative neve Kabul niyetet edhe qëllimet tona, banaj neve ti të mundshme që ulemat e tonë të din se popullu nuk e ka për qëllim me rënu diçka e me ngrit diçka, po balancimin e ka për qëllim. Sot sahati 5 e gjimës, kjo po ven maran se kjo qetra, nesër kur ta nkrim këta, jemi të kjo qetra. Ban javë të mundër disa njerëzve ta din këta se kjo është për qëllim. Unë mendoj edhe i bindu janë thellë se kjo është për qëllim. O Zoti jon, ajo që në botë ka emrin Bashkia Islame, është shtëpia më e dashur se shtëpia jonë. O Zoti jon, ajo që e ka sot problem, është mjegull mbi popullin ton. Pra hek na i këtë mjegull si dush, ti se ti si dush këta e ban, edhe banaj neve. Të mundur që na t'i kthehemi të vërtetës tonë, të na konsiderojsh ti neve tut. Të na konsiderojsh tut, ka ki konsideru ti tonin, i ke dal ndihem ati. Dil na ndihem edhe neve pra. Nesër do të takojmë në masi i ndihem me pyetjet e juve, ashtu si që thash në qëllim. Pyetje, sugjerime, kritika, mendime të lira, çka të keni dëshirë, veç me një kusht, shkrimin ta keni të pastër që na mos rrim këtu, tu e lexu po ta komentojmë, nëse bën kallaballëk do të përgjigjemi sa premton koha, nëse janë pak aq sa, neve inshallah ligjëratat e suratun Nahl jemi ndal sot në ajetin 90 rafsh. Suratun Nahl ka pas 128 ajete. Në fillim të Ramazanit kam pasur në qëllimin që të gjitha këto ajete ti komentoj. Mirë, po mbrëna dersit për një muj, hin ati fjalë qera, hin fjalë që s'kan qenë ndoshta në program, po e lusë Allahu xhelle xhelalu që ju të keni qenë në këto ligjëratat e mia të këtij muji deri sot të pajtuar inshallah. Unë po e lusë Allahun që na jap Allahu shëndet ju afrojmë edhe më shumë se sa ju kemi afru. Unë po e lusë Allahun që pas neve në këtë fshat të lindin djem të cilët kur dalin këtë kursi me fol ma vonë do t'i thojnë xhamatit. Po e lusë Allahun xhelle xhelalu që t'i thojnë xhamatit Mulla Jakupi atëherë kur ka spjegu në këto vende se ka pas me vend. E vërteta ka qenë kështu ndryshe që ato t'ja afrojnë vërtetën edhe ma qartë.
Unë po e lusë Allahun që kësi gjemë të lindin në fshat, edhe të vinë të shtohen, edhe në katon, edhe jashtë të katundit, po e lusim Allahun që rinin ton të amron nga sherri, po e lusim Allahun që treja tona të imron nga sherri, e lusim Allahun gjëlle gjelal që pleshte ton të më shiron ato, që kanë vdek të më shiron varat e atyre, që janë gjallë të ndihmon të ju jap fuqi, të rive të ju jap Allahu besimin, edhe të ju jap shëndetin ative, edhe të jap shëndetin e të menduarit, ta dinë se ato po i prit një verë, shumë e ronë, ndoshta verë që si ka prit asnjëherë, e inshallah në atë verë mjellin mirë, inshallah në atë verë korrin mirë. Allahu Jelle Jelaluhu ka thonë në Kurani Kerim, imma mannun ba'du, wa imma fidaa, të nash do gjanë fitoren tonë, ja vdesim e fitojmë, ja jetojmë të lirë e fitojmë. Njënja prej të dijave, të dijat janë të mira, të dijat janë të mirë se ardhuna, të dijat janë të arëston, të dijat janë farajon, të dijat i kord rapni jon, të dijat i merë njeri jon me vetin vorë, me të dijat a i në gjennetin e Allahit vetë. Unë kam halash, kam e thonë të më falni, lillahi l-Fatiha.